Jemi kthyer sërish transmetim të drejt për drejt në emision të fokusuar tek ngjarjet e ditës. Do jemi dhe nesër dhe pas nesër në transmetim ditën e njëjtë do jemi me personazhet e vitit dhe më pas është vit i ri dhe do shohim çfarë do sjell pas vit i ri, mos qesh mentor mëse. Nuk çudit më asnjë gjë. Kam një ide që mund të bësh një emision për vitin e ri me këto, sepse janë vërtet shumë argëtuese këto histori se me kamerën e fshet. E di si do ishte spektakël. Po skenare mund të bëj çuditëra. Po si jep spak, do jep? Ai do ishte. Ore, au përgjigj Gjiknuri. Ai do ishte program për vitin e ri, ishte shumë më mirë. Nuk u përgjigj. Bëj edhe një herë pyetje. Atëherë unë dua të di nga Batoni, me që dihet afrimiteti i tij me kryeministrin, dihet vlerësimi që ai ka për kryeministrin etj etj. Baton, ti mendon që ka Edi Rama në një përgjegjësi në të gjitha këto skandale, të paktën në 2 rastet e fundit Akshi dhe skandali Belinda Ballukut, njëra ka prokuruar 12 miliardë euro Belinda Balluku dhe tjetri ka prokuruar si institucion të paktën 700 milionë euro, Edi Rama që i ka zgjedhur vetë këta njerëz, që dhe Mirlinda Karçana dhe Belinda Ballukun i ka qenë kohën e bashkisë, i ka ke njerëzve të tij më të afërt, i ka çuar në këto pozicione, janë emrimet të tij të drejtë për drejta. Ky njeriu ka ndonjë përgjegjësi? Këtë duhet kuptoj unë. Duhet ta japi dorëheqjen çfarë duhet ndodhi në Republikën e Shqipërisë, apo në një vend normal që një kryeministër të reflektojë totore jap dorëheqjen. Unë do ta them edhe këtë, po edhe çfarë mendoj se çfarë do bëhej sikur. Por du të them diçka, Belin. Para, Partia Socialiste do ta ketë një reflektim serioz, sidomos pas tyre ngjarjeve. Do ta ketë apo duhet? Duhet ta ketë urgjent. Pastaj kishë informacion. Një reflektim serioz tek kësaj. Kanë tash të rrafin 2 ministra. Vetëm ta sqaroj se megjithatë nuk është pyetje ose nuk është pyetje retorike e lehtë. Dhe aty duhet të cilësohen ose t'japin epitet këtyre akteve që kanë ndodhur. Se nuk janë aktet korruptive, të cilat mund t'jenë, po themi kështu, personale, pa e ditur pushteti i socialiste. Megjithatë, ky është një sistem brenda pushtetit socialiste. Ajo që dua të them për gjithë ato lekë që i përmende, megjithatë është një buxhet i shtetit. Se sa ka keqpërdorim të këtyre buxhet shtetit, do ta shohim. Dhe atë pastaj flasim për përgjegjësinë. A duhet jap Edi Rama dorëheqje? Belind, pushteti 12 vjeçar, është i gjatë. Ka hyrë në pushtetin për 16 vite. Është shumë i gjatë. Shumë i gjatë, tepër i gjatë. Dhe kjo gjatësi e pushtetit e ka një mëkat mbranda vetës. Ja këto që po ndodhen. Patjetër. Por për këtë gjatësi të pushtetit, Belin... Jo, ngjarjet nuk janë të tej zgjatjes pushtetit, janë të mandatit dytë. Jo, janë mandatit dytë, po. 5 vjet nga mimet fillestar të Agas. Unë desha... Nëse dim që do hapet mbrapa. Këtu janë, se këtë desha të thëmë. Ajo që ka ndodhur me Partinë Socialiste në mandatin e dytë, edhe në fillim mandatit të tretë, është prodhim ose produkt i një vetminje në pushtet, ose të qenurit vetë në pushtet, për arsye se ju i bojkotuat institucionet. Ata menduan se i kanë të gjitha, dhe kanë filluar të hanë vetën pikërisht se ju nuk keni bërë opozitarizëm. Dhe keni fund. Edi Rama, ka përgjegjësi? Po, natyrshëm thash që ekziston përgjegjësi për arsye se kjo është përgjegjësia e pushtetit. A duhet t'jap dorëheqje? Unë mendoj që nuk ka kujt t'jap dorëheqje. Belin, unë e pash ja jap popullit shqiptar. Se populli kush vjen pasaj, është më rëndësi, ti mund kush le të vjen kush don. Ky që është, ky duhet ikë apo jo? Jo, unë jap dorëheqjen apo jo? Se çfarë vjen nuk e dim. Pushteti nuk lihet, më shkohet në zgjedhje. Po pra, bëhen zgjedhjet, le të fitoj me garë elektorale të ndershme. Megjithatë, po fitoj, po që se shqiptarët do të fiton me zgjedhje. Ta kam thënë edhe në një studio edhe herën tjetër. Spaku ju ka krijuar të gjitha kushtet, ndash për revolucion, ndash për populizëm, ndash për demonstrim, ndash për në parlament ta krijoni diskursin e juaj i cili mund të jetë i fuqishëm. Asnjëherë s'e keni përdor.
Asnjëri ende merret Saljani apo ai tjetri. Me këtë merreni ju, merret mediat e majta. Jo unë, kush? Merreni, më fal, kur them ju analistët pranë qeverisë. Ka i zhvillim tim, nuk mund të Mbështetjen e qeverisë, me këtë merreni ju, zero, po doja nuk merret me këtë. Belin. Zero. Zero. Nëse Vetëm me këtë merremi. Unë vjen keq, po më duhet ta përmend edhe kjo është çështje serioze. Me gjithë respektin edhe adhurimin që keni për doktorin. Doktori është pengesa kryesore. Patjetër, fajin e ka Saliu. Jo, Edi Rama nuk po them pengesa, duhet japi dorëheqjen për këto që ka ndodhur apo jo? Po mirë, Saliu me i ka bërë gjitha këto i jo, Edhe tenderat e akshit Saliu unë ka të përgjigja seriozisht, mos u bë cinik. Po jo, më jo, po. Jo, më jo. Si mund mos Jo, jem? më jo. Më del ke Berisha. Unë po të pyes, Edi Rama, ka ndodhur skandali i akshit, ka ndodhur skandali i Ballukut. Ka një përgjegjësi apo jo? Po çfarë thashun? A ka një përgjegjësi kaq? Çfarë fola më unë? Duhet japi dorëheqjen apo jo? Po kujt ja jap dorëheqjen? Kujt? Popullit shqiptar. Edhe prap ju fiton zgjedhjet. Që i vjedh nga mjesi ndarke, që shkon çdo ditë në zyrë për të vjedh. Duhet japi dorëheqje apo jo? Me këtë korrupsion. Ore, duhet i japi dorëheqjen ky njeri apo jo më? Kaq, po apo jo më? More ekzistojnë rrethana pse do t'jap një njeri dorëheqje. Rrethanat aktuale, Rrethanat aktuale. Me gjithatë njeriu i cili Balluku duhet japi dorëheqjen. Jo. As Balluku. Jo. Balluku jo. Jo, po ta kallzoj arsyen pse? Do ta kallzoj arsyen pse? Edhe Balluku nuk duhet ta japi. Jo, prit. Po Mirlinda Karçanaj duhet ta japi? Me njëherë. Kjo duhet ta japi. Me njëherë. Balluku jo. Pse, a dim pse? Se ka gabuar sistemi në procedurë. E ka bërë pezullimin. Sikur të vendos, sikur ta bënte këto që ka bërë në parlament, Por Baton, kanë çu faktet më, kanë çu fakte duke ndruar vartësin e saj për të ndruar kriteret e tenderit. Tash po komunikimet më. E kam shkruar publikisht. Se ti edhe i thari Spakut, dhe i mbështetës Spakut. Me atë që ka kërkuar Spaku për pezullim. Gazbardi sa po thotë që janë mira ora filmime, po më duket çike çuditshme. Prej 0 deri në 2 vjet arrestim ose me gjob. Per aq, me gjithë kriteret, po themi oksigjenike që i ka në Ritani. Unë thëmë, në këso raste, një njeri i tillë duhet të ketë kujdes kur jap dorëheqje. Unë nuk po thëmë që moralisht nuk është e atakuar Belinda Balluku, shumë e atakuar. Por, po ta thëmë, me qanë zonë pyte sinqerisht, me më pason Erdogani, i japja kësaj firmes se e meriton tenderin. 50 milion euro të shqiptarëve. Le 50 milion, kjo gënjeshtër. Si që ka gënjeshtër, kjo është akuzë penale, më. Nuk është. Po kjo është e regjistruar, po kjo është akuza. Nuk është. Po si është gënjeshtër? Nuk është. Po si është gënjeshtër? Po ku janë ato 50 milion? Ku janë? Tenderi u hapën e parë dhe u rrit me një vlerë 140 milion. U anullu dhe u rrit me 50 milion. E mori e njëjta kompani që fitoi herën e parë, 99.9% punimeve, herën e dytë ka bërë e njëjta kompani. Prandaj është populizëm. Populizëm është kjo jotja, më. Ky është mashtrimi i opinionit publik. Kto që po të mundja fakte. Tash po the edhe kët, unë nuk di çfarë them. Belind. Ke një punë jashtëzakonisht vështirë. Je mjeshtër i jo më jam mjeshtër, po jam i sinqert me ty. Vetëm i sinqert nuk je. Po ti vetëm ulja këtu. I sinqert, të thush që kjo nuk është akuzë, të thush që nuk janë 5 milion euro këtu. Jo. Që s'ka njeri që nuk e di? Jo. Pas nuk e dim se... Unë e di, i ka vjedh Berisha ato rrezik. Jo, s'ka i problem. Vjedhja duhet të përtetoj dhe ku ka shkuar. A ka Belinda Balluku... Kam i pyetje për ty. Po, vetëm ta the. A ka Belinda Balluku akuzë për korrupsion? Apo vetëm... Sigurisht që po, më. Ku janë? Sigurisht që po, më. Ku? Ke tenderat, ke lotet e Unazës. Ende janë hetim. Po, ke lotet, ke Tigri 1 dhe Tigri 3 që ke hetim dhe ate. Ke RSH që ke gjithë drejtorët e drejtorët në burg. Ke keshi që ke hetim. Ke gjithë institucionet që ke hetim. Është rast unikal në Shqipëri. Vetëm pak. Gjitha institucionet e varësisë kësaj ministrie janë sot në hetim dhe procedim. Tito nuk duhet japi dorëheqje. Ditën, kur i shon numrat korruptiv për Belindën, vetëm ma bëjnë një telefon, thëmë, ajo sot do t'jep dorëheqje. Dakord. Po sot për sot... 50 milion që nuk eksiston. Sot, jo, se eksiston. Se e di. Po si e di? Pse e di, se po vritoj me ta sqaru, kur dalë ta sqaroj. Po këtyre Spakut më ndihmojnë. U morë veshë për tani. Ti thua i ka vjeta, i thot si kanë vjetë. Do vazhdoni të muhabet apo do bëjmë... Jo, më po ka akuzë penale për këtë. Po mi me kuptum tani, do të ecim për parën apo do në këtë shtu? Jo,